kemi në lidhje trajnerin e skuadrës së Trepças Blenard Begun. Blenard, faleminderit shumë që je sonte me dëgjuesit e Radio Lugaxhinit dhe me ne. Faleminderit për juve, Naim. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë për me fol për gjendjen e klubit në cilën jemi momentalisht. A është aq e keqe realisht gjendja e klubit të Trepças në judo? Për momentin po, të posh parasysh që s'kemi marrë asnjë përkraje përkatësisht nga komuna e Mitrovicës për vitin 2025. Përkundrazi që kemi aplikuar 2 herë për subvencione dhe gjatë tan vitit nuk kemi marrë asnjë subvencion dhe jemi detyruar për me kërku mbështetje prej qytetarit Mitrovicës, dashamirëve të klubit ton edhe bizneseve, pse jo. Pra, keni ardhur në aso gjendje që është dashur me postu në faqen e Facebookut numrin e xhirolllogarisë për ndihmë klubit judos Trepça. Po, për shkak se nevoja për me ndjek garat në rajon edhe kompet që organizohen në rajon për garus tonë është goxha e nevojshme edhe nuk kemi pas përkraje për tash në 2026 me bë planin për me ndjek këto aktivitete, jemi detyruar në këtë formë për me thirrë për përkraje. Çka ndodhi Blenard me fondet e komunës? Pse më mbet një klub si Trepça pa fonde? Saktësisht nuk e di, nuk ka jep kurkush përgjegjësi, sa e di unë asnjë klub në Mitrovic nuk ka përfituar subvencione financiare prej komunës, por do të me cek që gjatë qeverisjes të zonës Valdete Idrize në drejtorinë e sportit Mitrovic në 3 vitet e para, çdo klub ka pas përkraje dhe janë vrejt rezultatet në secilin klub gjatë atyre 3 vite, por në vitin e fundit zonja Valdete ka jep dorëheqje për arsye personale të sajna. Në këtë vit nuk kemi pas asnjë përkraje prej komunës. A keni arrit me vendos kontakt me dikët komunës përgjegjës në këtë sektor për me kuptu drejt se çfarë realisht ka ndodhur, pasi kjo është tashmë gjendje kritike? Po me këtë çështje janë me kryesia e klubit, po sa di unë nuk kanë mujt me kontaktu me askënd për me marrë një përgjigje të saktë pse klubet e Mitrovicës, përkatësisht klubi jon, klubi i judos, dhe pas parasysh që kemi rezultate ballkanike dhe nga Kupat e Evropës kemi rezultate të mira, medalje, pse nuk kemi marrë përkraje financiare për vitin 2025. Sa e vështirëson tash kjo gjendjen e funksionimit të klubit? A jeni duke funksionuar aktualisht? Po, stërvitet nuk i kemi ndalë. Fatmirësisht në lajmëru ish gjëdist e klubit tonë, të cilët tash jetojnë e veprojnë në shtetet ndryshme të Evropës edhe në Amerikë, janë lajmëruar dhe po e përkrojnë klubin. Po besoj që kemi me vazhdu edhe në vitin 2026 me sjellë shtetit suksese të reja. A ka pas reagim bizneseve ose qytetarëve të Mitrovicës në xhirollogarinë e postuar? Sa i përket bizneseve jo, vetëm përkrahas prej bizneseve kemi Lindrit Misinin që tash sa vite gjithmonë është krah klubi, sa gjendemi në vështirësi, Lindritin e kemi aty për na jep për me na shty përpara, po do na me përmend edhe Bunjaminin, i cili në vitin 2024 na ka ndihmuar për me marrë pjesë në një kupë të Evropës në Riga të Letonisë, ku nxënëse ai me Blerina Gashi u shpall e ka marrë vendin e parë domethënë në atë kupë të Evropës. Lindriti po mdoket nuk ka sport Mitrovic që nuk e ka përkrah. Lindriti ka qenë vetë sportist, edhe kupton gjendjen e sportistave, edhe gjithmonë është aty për me ndihmu gjithë sportistët që ka nevojë për përkrajen ose morale ose financiare. Për me funksionu klubi i Trepçës normalisht, sa beson që do duhet ishte fondi të hollave për me funksionu normal? Po tash, sa i përket aktiviteteve mbrana Kosovës,
kosto nuk është shumë e lartë, për sa i përket aktiviteteve në rajon, të pas parasysh turnire ndryshme që fëmijët tonë kanë nevojë me marrë pjesë në sugara dhe kampet përgatitore, e mrin pak një kostum pak më të lartë që realisht ne kemi nevojë për me marrë pjesë në ato aktivitete. Po dhe shumë e sakt nuk dihet se varet ku në cilin shtet merrni pjesë, sigurisht. Po, sigurisht varet prej aktivitetit se ku shkojmë, edhe shumë ndryshon. Prej cilit vit funksionon klubi judos Trepça edhe a ka pas ndonjëherë moment më të vështirë se ky tash? Ku është? Klubi Trepça sigurisht ka pas momente të vështira, do të mi përmend ato vitet e sakrificës, ku do të mi falenderu Hoxhës tem Bedri Begut edhe babës tem Remzi Begut që ka marrë klubin gjallë në ato vite. Ato kanë qenë vitet ma kritike për klubin tonë dhe sigurisht për këtë sportin e Kosovës, por që klubi i judos Trepça nuk është ndalë asnjëherë, nuk i ka ndërprej aktivitetet. E sigurisht edhe tash këtë moment në cilën është klubi i judos, sigurisht që nuk do të dorëzohemi para kësaj sfide që jemi duke u përballë me probleme financiare dhe besoj që kemi mja dalë edhe me vazhdu traditën e klubit judos Trepça e me sjellë sukses në qytetin e Mitrovicës. Cilat i vlerësoni disa nga sukseset më të mëdha që i ka arrit klubi judos Trepça, që i ka sjellë sukses Mitrovicës? Po këto 3-4 vitet e fundit kemi sjellë medalje nga kampionatet ballkanike për kadet dhe për junior, edhe sigurisht suksesi më i madh është tregova nga nxënësa ime Blerina Gashi, e cila është pall kampione në Kupën e Evropës në Letoni në vitin 2024, edhe në vitin 2025 në Kupën e Evropës në Antalya të Turqisë është dalë e treta medaljen e bronzit. Sa antari ka klubi, sa judist edhe trajner, si funksiononi? Realisht tash i kemi dikon rreth 30-35 nxënës në grup mosha ndryshme. Kryesisht unë jam treneri kryesor që punoj me gjithë, por edhe babin e kam aty që është gjithmonë krah çdo stërvitje. Çu ndi baba për këtë gjendjen aktuale e klubit? Është pothuajse një jetë ja ka kushtu ekipi Trepçës. Po, një jetë, të njëjtën domethënë i ka shku për judon edhe për sportin e Mitrovicës. Realisht e ka pas vështirë pak me pranu këtë gjendje, por nuk kemi pas rrugëzgjidhje tjetër. Po të ju falenderoj edhe një herë gjithë judistëve që kanë qenë në klubin tonë, e tash jetojnë në vende ndryshme të botës, po lajmërohen çdo ditë, prind e fëmijëve po lajmërohen edhe po kontribuojnë secili asa ka mundësi për me i vazhdu aktivitetet e klubit tonë. Gjast jashtëzakonisht pozitiv, normalisht, po me u gjetë një klub i tillë në këso gjendje definitivisht e vështirë për të pranuar, kur po flasim për vitin 2025. Po, është e vërtet, realisht gjitha klubit Mitrovicë janë përgjithsisht në këtë gjendje, para 2 javë nëse s'ka bëj dhe klubi e Mbollit ka bo thirrje të tillë nëse nuk ka bëj, asa kam informacion. Klubet në qytetin e Mitrovicës kanë mejt pak keq, duke mos u përkrah gjatë të vitit 2025, e tërveç jemi në vitin 2026, edhe do të më bo gati për aktivitetet të reja. Sigurisht për sportet si basketbolli edhe mund të mos jetë ndonjë gjë e madhe, mos përkraja nga komuna, pasi në mas të madhe edhe sponsorët edhe gjithçka tërhiqen nga një sport si basketbolli dhe skuadra e Trepçës në basketboll, po ka shumë rëndësi për sportet si handbolli, judo e sportet tjera që i ka Mitrovica që nuk kanë përkraje të tërka. E vërtet, thash edhe njerë, nuk patëm rrugëzgjidhje tjetër përveç se me kërku përkraje prej dashamirëve, bizneseve, judistëve të klubit,
për çka jënë lajmëru edhe jemi shumë falenderues edhe mirënjohës. Na e patëm planifiku me qanë në studio, po një punë doli dhe u desh të lidhemi me Viber. Ku je aktualisht dhe çfarë po bën? Tash gjendemi në PEI, jemi në seminar për trajner. Seminare këto që i zhvillon federata jonë, edhe janë shumë fritonëse për neve si trajner të ri, ku Toni drejton Kuka asnjëherë nuk heziton me nda metodologjinë e punës me ne dhe trajnerëve të ri që me avancu e me hes përpara. Besoj janë shumë të rëndësishme legjiratat e tij për atë çfarë ka arritur deri më tani Toni. Po sigurisht Tonin e kemi për krahas kryesor për gjithë neve, edhe e kemi ashtu të role model për një trajnerë të ri. A ka pjesëmarrës shumë edhe sa keni me qëndruar atje? Po, ka trajner nga klubet e Kosovës, këtu jemi një javë ditë kemi me qëndru, pastaj kemi me qëndru edhe në training camp me garus tanë, që edhe këto training camp i organizon federata jonë, që janë shumë të mira për garus të ri, për mu njoftu me njëri tjetrin, me shkëmby përvojat njëri tjetrit, edhe sigurisht me ndota tamin me kampionat olimpik është knatësia më e madhe. A ka garus edhe të huj, edhe a ka edhe ligjerus të huj ose trajner tjerë të huj, apo jemi vendor? Jo, këtu momentalisht në seminar jemi vetëm trajnerat vendor. Garus të juj, a kanë me marrë pjesën praktike? Po, javën e ardhshme, vinë garus tonë, kemi me qëndru këtu një javë ditë në kamp. Fantastike. Qysh janë kushtet atje? Mirë, shumë mirë. Federata jonë gjithmonë është përkrahase për klubet e judos, edhe jemi falenderues. Duhet me përmend iniciativën e federatës në kuadër programit Kosova Shteti Judo është. Nismën për ndërtimin e palestrave në qytetet e Kosovës. Mitrovic veç ka filluar ndërtimi i palestras, edhe jemi shumë mirënjohës për këtë iniciativë dhe shumë falenderues, diçka që është shumë e nevojshme për neve, për me zhvillu edhe ma mirë aktivitetin tonë në qytet. Blenard, faleminderit shumë për kohën që ndave për neve, tash presin normalisht ty aktivitetet atje dhe uroj që zgjidhet sa më shpejt çështja e klubit të judos Trepça, pasi nuk është e këndshme të shohim klubet sportive në këtë gjendje çfarë është Trepça aktualisht, pasi nuk shërben për asgjë. Shumë faleminderit dhe për juve na jemi për ftesën dhe për mundësinë për me tregu gjendjen e klubit tonë. Faleminderit dhe shumë suksese në seminar. Faleminderit shumë, kalofshit mirë. Natën e mirë.